Përshëndetje, ne sot jemi me podcastin e Radhës dhe sot kemi të ftuar Justrën. Mirë se erdhe. Përshëndetje, mirë se u gjeta. Justra, ne sot kemi ardhur për të folur pak për maratonën, duke ditur që ti je një gjimnaziste në qytetin e Elbasanit dhe specifikisht të flasë për maratonat, të cilat zhvillohet për të gjithë gjimnazet apo jo. Po. Më fol pak për eksperiencën tënde. Hera e parë që merrën pjesë në maraton? Hera e parë ishte vitin e kaluar, ku edhe fitova çmimin si prezantuesja më e mirë. Nisi çdo gjë shumë shpejt, mund të them. Thjesht provova një herë veten, e dija që mund ta bëja për shkak të eksperiencave të tjera që kisha, por që sigurisht konkurenca ishte tepër e madhe. Kështu filloi. Doja të flisja pak për eksperiencën të cilë ka qenë në vitin e kaluar. Unë me sa është informacioni për sa i përket maratonave, është një konkurrencë midis shkollave gjimnaziste, siç e edhe vetë ka qenë dhe pjesa që keni konkurrencë me njëri tjetrin. Si ishte të dile fituese me të gjithë të tjerë? Si ishte eksperjenca ose kush të ndihmoi nga shkolla të jepte të shtysën që ti ishe prezantuesja? Atëherë, si fillim, dua ta nis me kohën pak më përpara maratonës. Ku nisi e gjithë eksperienca ime. Unë pata disa eksperienca me një shoqen time, e cila patëm disa eksperienca të vogla prezantimi, e cila më pas më sugjeroi të shkoja për trajnime tek Sonila Meço, gazetare e njohur Sonila Meço, dhe për 5 vitesh trajnohem me Sonila Meçon për inteligjencë emocionale, po ashtu edhe për të folur në publike. Pra, nga kjo nisi gjithë vetbesimi im për të marrë pjesë në maraton, se të marrësh pjesë në diçka aq të madhe përpara një publiku tepër të madh, domethënë se aty mund të ishin, nuk e di, mbi 400 veta aty brenda në sallën e Skampës. Është emocion me vete, edhe e do pak eksperiencë. Jo vetëm për kësaj, por sigurisht kishim edhe mësues në shkollën tonë, mësues shumë të kualifikuar, të cilët na ndihmuan tepër shumë, po ashtu dua të përmend një emër, profesor Klevis Pelliu. Ai nuk është mësues në shkollën tonë, por ishte pjesë e bordit të prindërve dhe erdhi për të na ndihmuar dhe ishte vërtet një mbështetës shumë i madh. Doja në fakt të flisja për pjesën e maturantit, ose më saktë për pjesën e një personi të cilët është në vit e 2, sepse me sa di ti je në vit e 3 tani dhe në vit e 2 ke impenjime të tjera shkollore, por ke dhe maratonën. Me sa di është një nga eksperiencat më të bukura të çdo nxënës. Si ka qenë për ty? Ke patur sfida ose ke patur diçka që ti e mban mend që të ndikoi për mirë, ose diçka, një sfidë që të desh punë që ta përmirësoje? Atëherë, përsa mund të them, vetëm gjë që mund të them është që koha e maratonës për ne gjimnazistët është koha më e ngarkuar. Tani kur i mendoj të gjitha ato gjërat që kisha për të bërë, sepse përveç se isha pjesë e maratonës, një shfaqje që prezantuesit duhet jenë gjatë gjithë kohës në këmbë për ta ndërtuar, le të themi, janë si ato që do ta drejtojnë. Duhet dinë çdo gjë, çdo pikën më të vogël të shfaqjes. Përveç kësaj isha pjesë e kryshit kuq, po ashtu, të mësoja ndihmën e parë një konkurs që bëhet mes gjimnazeve, isha dhe aty pjesë, po ashtu jam zëvendës presidente e shkollës dhe ngarkesa ishte tepër e madhe, dhe doja sugjeroja të gjithëve që të gjitha këto t'i bëjnë në vit të dytë, sepse viti i dytë është ai viti që ti je pak më komfort në shkollë. Nuk është ai viti i parë që je habitur se çfarë po ndodh, bota e gjimnazit, po edhe në vitin e tretë nuk je se. Viti i tretë në vetvete është tepër i vështirë, tepër i ngarkuar, le të themi. Si ishte për ty ta fitoje? Nuk e di, deri në moment të fundit ku po prisja atë emrin, po thoja do ta fitoja apo jo, sepse vërtet kishte konkurrent tepër të mirë. Thjesht unë gjita në skenë për të marrë çmimin, e vetmja gjë që po shifja ishin vetëm dritat e skenës edhe duartrokitjet e gjithëve dhe vërtet në atë momente po nuk doja që nxirja lot, por doja të derdhja lot, sepse kishim harxuar aq shumë kohë për të arritur deri aty, kishim derdhur gjitha të mund, edhe kur gjitha i mund vërtet mu shpërblye me atë çmim, ishte vërtet një emocion që nuk kam fjalë akoma ta përshkruaj. Justra, siç e the dhe vetë, ishte një eksperiencë shumë e bukur, gjithashtu duke marrë parasysh që maratona është një event që me zepërsin nxënësit. Këtë vit ti nuk je konkurrente, por ti je e ftuar speciale. Duke ditur që ke fituar. Si është të jesh e ftuar këtë vit dhe jo si konkurrente? Në fakt,
do më mungoj konkurenca, do të thënë do më mungoj të konkuroj. Këtë vit do jem pjesë e maratonës Konstantin Kristoforidit. Ndoshta kam ndonjë surprizë tjetër, marr pjesë me ndonjë gjë tjetër maraton, por prezantimin e kam aty. Do jem pjesë e prezantimit, por jo konkurrente e maratonës sigurisht. Kështu që emocionet të viti ke pak më të sheshuara. No, më të sheshuara, por edhe më mungon ajo pjesa e asaj luftës që bëra për Justra, duke qenë se vetë the që ke disa eksperjenca, por edhe je po trajnohesh për public speaking ose më saktë të folur në publik. Dhe inteligjencën emocionale, të cilët normalisht është punë ndër vite, të cilët të ndërtojnë ty si karakter, përse përket dhe të folurës në publik. Si është për ty e gjithë eksperjenca e trajnimit? Atëherë, në fillim kur e nisa trajnimet me Zyrsonilën, isha tipi më i mbyllur që mund të ekzistoj, më i turpshmi, edhe kur shkoja tek Zyrsonila me zor më nxirrte 2 fjalë. Isha shumë e turpshme. Më pas, gjatë kalimit të viteve, fillova të kuptoj që vendi ku unë ndihem më mirë ishte skena. U habita me veten time nga ajo vajza shumë introverte, shumë e mbyllur në vetvete, shumë e turpshme, sidomos të dilte përpara një publiku tepër të madh për të folur, u kthye në atë vajzën që ka shumë shef, ka dëshirë të madhe për të dalë dhe për të prezantuar tek të tjerët. Sa është për ty sfidë të folurit në publik? Unë pothuajse në të gjitha eksperiencat e mia, para se të hy në skenë, kam qarë dhe qajme të madhe nga gjitha i akumulimi i emocioneve, dhe me thënë, pavarësisht se vazhdoj të ngjitem në skenë, jam ngjitur shumë herë, kam prezantuar, kam folur para një publiku tepër të madh se Maratona Rinore, ajo është më e madhja që kam prezantuar. Pavarësisht kësaj, çdo emocion është i njëjtë në çdo skenë, para çdo publiku. Çfarë është një mesazh që ti do t'i japësh moshatarëve të tu përsa i përket të folurit në publik dhe përsa i përket faktit që janë introvert, por që duan të shpalosin aftësitë e tyre? Nga eksperjenca ime, vetmja gjë që doja që t'i thoja është që të dalin nga i comfort zone i tyre. Të dalin ta prezantojnë veten tek tjerët për gjëra që vërtet din t'i bëjnë mirë. Dhe po ashtu të përpiqen të njohin sa më shumë veten e tyre. Ky është çelësi, besoj unë. Sepse vërtet unë mund të them që di të prezantoj pas mendjes time, po para pa e njohur veten time, ndërkohë që para një publiku ndoshta nuk jam fare ajo që duhet. Kjo është gjëja kryesore. Unë mendoj që gjithë ne, sidomos moshatarët tonë, të përpiqen të njohin veten e tyre. Dhe sigurisht më pas të dalin nga i comfort zone i tyre. Të falenderoj Justra për eksperiencën tënde gjithashtu dhe të uroj vetëm suksese në të folurin tënde në publik dhe në karrierën tënde që ti do të zgjedhësh në të ardhmen. Dhe shumë faleminderit. Shumë faleminderit juve. Shumë faleminderit që na ndoqët dhe shihemi në podcastet e radhës.